Po të vëshre, edhe në zgjedhjet e fundit të Parlamentit Evropian, ra përqindja, u shtua numri i forcave politike ekstreme dhe që vënë në dyshim të ardhmen e Bashkimit Evropian. Me këto ngjarje, pa dyshim, këto do të reflektohen në dy nivele. Edhe në nivelin e zgjedhjeve kombëtare, që mund të bëhen parlamentare ose presidenciale, siç mund të ndodhë në Francë, për shembull, ku situata zgjen, por pse jo edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Pra, do të ketë një rritje të pakënaqësisë dhe të skepticizmit ndaj strukturave të Bashkimit Evropian. Kjo është më se e dukshme. Kjo do të ndodhë. Ka ndodhur dhe do ndodhë. Sepse në fund të fundit njerëzit e thjesht vënë në plan të parë interesin e tyre si qytetarë. Sa taksa paguajnë? Sa taksa, kara ekonomia, ndryshimet e mëdha demografike, të lëvizjeve demografike, të gjitha ndikojnë. Kanë ngritë këto forcat e djatha, ti e shesh po bëhen në Gjermani, në Angli, kanë dalë qizim të ujit jashtë. Por edhe gjeopolitika ka pësuar lëkundje të mëdha, të cilat kanë prishur ato ekuilibret e domosdoshme për të funksionuar sistemi. Geopolitik edhe ekonomik. Po, të gjitha bashkë.